Vazhdimi i bulevardit VS Bato në Tetov deri në fshatin Poroj është në përfundim e sipër. Informacionet e fundit janë se është çështje ditësh kur ky bulevard do të lëshohet në përdorim. Ndërtimi i këtij bulevardi ka vazhduar pas përfundimit të pjesës së parë në fund të qytetit në drejtim të fshatit Poroj, ku lidhet me rrugën regionale Tetov-Jazhinc. Pritshmëritë janë të mëdha që hapja e këtij bulevardi të lehtësoj komunikacionin dhe në rrugën regionale Tetov-Jazhinc, por dhe brenda në qytet, sidomos ata që nuk e kanë destinacion qendrën e qytetit. Lehtësim pritet të ketë edhe për banorët e komunës së Arcës, të cilët do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë këtë bulevard, duke shmangur pjesën drejt lagjes Drenovec. Zëvendës kryetari i komunës së Tetovës, Albi Qamili, thotë se kjo është një punë e madhe për Porojin, Xhepçishtin dhe fshatrat e komunës së Arcës. Po, atëherë si që shini, vetë se janë drejt përfundimit punimet drejt përfundimit të bulevardit VS Bato, gjithësisht depërtimit të segmentit të fundit të këtij bulevardi, i cili të lidh me fshatin Poroj në gjatësi prej 1400 metërsh, 400 metër janë me gjerësi prej 12 metërsh, ndërsa edhe 1 kilometër gjërësisht 1000 metër janë në gjerësi prej 1000 metër me gjithë infrastrukturën përcjellëse me ndriçim publik, me kanalizim atmosferik, 1000 metër me ansore, por realizojmë një ndër projektet më të rëndësishme për këtë zonë, e cila do të lehtësoj në mënyrë maksimale komunikacionin e gjithë kësaj zone, një projekt i tërë i financuar nga komuna e Tetovës, gjithsej 83 milion denar. Pas kësaj dinamike në të cilën është duke u punuar, pra si që shini, është asfaltuar gati 2/3 e këtij bulevardi. Besojmë se gjatë fundit të kësaj jave do të lëshohet edhe në përdorim. Ky projekt infrastrukturor pritet të ketë rëndësi të veçantë për banorët e zonës, duke përmirësuar lidhjen rrugore dhe zhvillimin lokal. Ky bulevard është një ndër arteriet kryesore të komunikacionit për trafikun e stërngarkuar në rrugët e qytetit të Tetovës dhe kishte për qëllim që të evitoj kaosin në pjesët kryesore, sidomos për automjetet që vinë nga Shkupi dhe Gostivari dhe destinacion nuk e kanë Tetovën, por rrugën regionale Tetov-Jazhinc dhe Anasjeltas.